Mbrëma, mirë se keni ardhur në vizionin e pasdites live në ekranin e Vision Plus edhe për sot, edhe për këtë ditë të premte, për këtë ditë të fundit të javës, që ne do të jemi së bashku në transmetimin tonë të drejt për rreth një orë e 10 minuta, pra deri rreth orës 18:10. Unë uroj që të kënaqeni sot me vizionin e pasdites, sepse vërtet do të jetë një program shumë i veçantë edhe me tema pikante, por duhet ndalem tek e para, sepse është momenti që ta prezantoj atë. Dëgjojmë shpesh nga miqt apo mikeshat në momentin që ne jemi të trishtuar, të mërzitur, që gjëra duket sikur nuk na ecin mbar, të thonë që njëra ditë nuk duhet të ngjajë tjetrës, apo ndoshta ne duhet të shijojmë çdo ditë sikur të ishte ajo e fundit. Por nuk është se na bëjnë shumë efekt këto fjalë, aq më tepër kur demoralizohemi dhe aq më tepër kur njerëzit tanë të dashur nuk i kemi afër për të na qëndruar aty te koka, edhe që të na ngushëllojnë, po them unë thonjsa. Por cilat janë mënyrat për ta nisur mbar një ditë, sepse jo të gjitha janë me diell, jo të gjitha janë të bukura, jo të gjitha janë të thjeshta për të kaluar, pasi ndoshta në angazhimet tona sigurisht që ka edhe sprova dhe sfida nga më të shumëllojshmet. Ka disa metoda, psikologët këshillojnë përmes një materiali që ne kemi përgatitur dhe që do ta komentojmë hap pas hapi, do të mirëpres pa humbur kohë të ftuarën e parë. Ajo është psikologja Dorina Bregu. Mirë se na erdhe. Përshëndetje. Përshëndetje. Këto që të rehatohesh, Dorina, faleminderit që ke pranuar ftesën për të qenë me mua në pjesën e parë të programit Vizioni i Pasdites, edhe pse është pasdite, edhe pse nesër dhe pas nesër ne do kemi pushim, po besoj edhe shumë prej atyre të cilët janë duke na ndjekur tani. Jo çdo ditë është e shtunë dhe e dielë, ka edhe të hënë, edhe të martë, edhe të mërkurë, edhe të enjtë, edhe të premte, që mos të ngel të hatri asnjë. Madje shpeshherë ditët e pushimit ikin më shpejt se sa. Fiturojnë Dorina, por çfarë të bëjmë ne për ta nisur një ditë bukur edhe mbar? Atëherë, ka disa arsye kryesore, po unë në fakt do ta nisja me ato që le të themi është më themelorja dhe që është baza. Dhe fillimisht unë do sugjeroja që le të themi ka edhe pak bazën fiziologjike, që do të thotë para se ne të nisim një ditë duhet të kalojmë një orar gjumi edhe që t'jetë i plot, që ne të arrim të nisim ditën sa më mirë edhe kështu fiziologjikisht, si fillim. Diskutime ka edhe për këtë, sepse disa thonë që për të vegjëlit duhet mbi 8 orë, për të rriturit duhet 6 deri në 7 orë, të moshuarit flen më pak. Pse si duhet ta gjejmë ato orën? Le të themi mesatarja ose ajo që të shëllohet është 7 deri në 8 orë. 7 deri në 8 orë, okay, e kuptova. Pra, një gjumë të mirë, të rehatshëm, pa ëndra, se kemi vetëm dorë, dhe pastaj gati për një ditë. Gati për të filluar. Kjo është e para fare baza që ne të jemi sa më të gatshëm për të përballuar gjitha sfidat që do të na sjellë dita e pasardhëse. Po, ka ditë të veçanta në momentin që ne zgjohemi, themi që po sikur nuk jam në Terezi, edhe personat tanë që i kemi aty afër, familjarët thonë, po akoma nuk është gdhir, ti ankohesh? Se kryesisht pikërisht gjumi ka dhe fazat e tij, shoqërohet edhe shpeshherë edhe me ëndrat pakëndshme, të cilat na lën atë shije në tyre edhe kur zgjohemi në mëngjes dhe shpeshherë ndihemi dhe të lodhur, ose varet nga pozicioni që ne kemi fjetur gjumë, nga vendi ku ne domethënë kemi fjetur, ku kemi kaluar natën, kështu që të gjitha këto ndikojnë. Na trombe me këto vende që ndrohen kaq shpesh, po. Po, okej. Për ta vazhduar, sepse pas pak do të ndalin me radhë disa këshilla në ekran, po ne të zhvillojmë një bisedë në vija të përgjithshme. Ka diferencë faktin qofse je optimist apo pesimist nga natyra, nga karakteri, me idenë se sa bukur të shkon dita? Kjo është direkt mbas kësaj që sapo thash, kjo është baza që le të themi e plotson. Sigurisht një natyrë dhe një njerëz që është optimist e pret ditën e re më me shumë kënaqësi dhe i shikon sfidat që sjell dita më me shumë optimizëm, kështu edhe i përballon më mirë. Ndërsa një natyrë pesimiste sigurisht që sapo zgjohet në mëngjes thotë o bobo, ankthi, pasigurit, e shoqëron dhe me ankth gjatë gjithë ditës. Kjo ka dhe pasojat e saja pastaj. Patjetër. A duhet të bëjmë një agjendë për ditën pasardhëse, Dorina, që do të thotë ne ti kemi të qartë se çfarë do të bëjmë në orare të caktuara, apo kjo ndoshta mund të na nervozonte më shumë edhe të themi, po, s'kemi kohë, zgjova vonë 5 minuta më parë, më pas. Le të themi që ne fillimisht një ditë para ne të bëjmë planin se cilat janë prioritetet e ditës pasardhëse, që do të thotë të vendosim disa pika, të cilat janë kryesore dhe të cilat janë të domosdoshme dhe që ne duhet t'i kryejmë brenda ditës pasardhëse. Do të thënë, sigurisht që duhet kemi një plan të menduar se çfarë
Kjo është edhe në varësi të personit pastaj, është shumë individuale, sepse ata që nuk mësohen dot me rregulla fiks, me këshilla, edhe pse ne sot do të japim këshilla në pjesën e parë të programit, ndoshta e kanë të vështirë dhe nuk përshtaten dot me to. Por të shohim të parën e cila shfaqet në këto momente në ekran, por çfarë bëhet fjalë, si të nisim një ditë mbar edhe shumë bukur. Lëreni veten të lirë thotë që të inspiroheni nga dita e bukur. Ndoshta i referohet vetëm ditëve me diell, Dorina, apo ka edhe persona që pëlqejnë shiun? Në fakt, çdo ditë që vjen, ne duhet ta marrim si një ditë të bukur dhe si një mundësi për të treguar vlerat tona, për të treguar atë që ne jemi të aftë të bëjmë. Dhe kjo është një nga arsyet që le të themi duhet ta kemi në vetveten tonë, sepse normalisht ditët ikin aq shpejt, pastaj ikin muajt, javët, vitet, dhe ne duhet që çdo ditë që vjen sigurisht e të tjera me radhë. Mos vazhdojmë, ha? Dhe sigurisht që çdo ditë ne duhet ta presim me optimizëm dhe të jemi le të themi të aftë për të përballuar atë se çfarë na vijon dita. Duke e parë si një ditë më shumë në jetën tonë apo si një mundësi që na jepet për të treguar vlerat tona. Po sikur ta mendonim kështu gjatë gjithë ditës do ishte mirë, jo vetëm kur e nisim, apo fillimi i mbar gjysma e punës. Okej. Shohim të dytën, supero frikën, thot Dorin. Por çfarë bëhet fjalë këtu? Kryesisht, nëse ne nisemi nga termi supero frikën, më shumë do ta lidhja me frikën e atyre le të themi sfidave, sepse çdo ditë është një sfidë më vete. Kështu që dhe ne na lindin sfida gjatë ditës, sepse edhe nuk e dim se si të tjerët do ta perceptojnë një reagim tonin apo një veprim që ne bëjmë gjatë ditës. Pikërisht ne duhet i marrim gjërat më me sportivitet dhe të dim të dalim nga situatat. Do të thotë ta lëmë veten të lirë dhe të jemi shumë të lirë për të arritur Kjo lidhet me komportimin tonë përballë të tjerëve, sepse ne e dim se çfarë kemi në mendje në një moment caktuar, por nuk dim se si të tjerë do reagojnë kur ne të komunikojmë për shprehjen. Do na mirëpresin apo do na kundërshtojnë një zhvillim apo një ngjarje që ne na ndodh gjatë ditës. Po sikur të kemi, po themu në punë, një koleg, një kolege, po sikur të kemi në ambientin ku do të shkojmë, për shembull, jemi duke bërë një kurs, apo të kemi shoqin e bankës, apo shokun e bankës, një person i cili e ndryshon në humorin për çdo ditë, është një person, le të themi, me humor të luhatur. Si ta gjejmë rehatin ne? Ne duhet jemi koshient edhe për diçka që pikërisht jemi të ndryshëm edhe jemi të larmishëm si njerëz, nuk mund të jemi të gjithë njësoj. Si ta përballojmë? Duhet jemi të përgatitur që ka dhe njerëz të cilët shpesh herë edhe duan të na sfidojnë. Duhet ta shikojmë këtë me pozitivitet për të treguar tamam ato që ne jemi të aftë, që edhe një sfidë ta superojmë me sukses. Dhe kur shkosh pastaj në familje apo në një ambient tjetër thua që okay, ajo është ashtu, po unë jam më i Zoti që e duroj. Shkojmë tek e treta. Të jetosh me ëndra dhe entuziazëm. Sigurisht, ëndrat janë ato të cilat neve në një farë mënyrë na bëjnë që të ecim përpara, që do të thotë edhe piksunimet që ne kemi në formën që vinë më të ëmbla, më me pak sheqer në formën e ëndrave, janë ato që ne në fakt na inspirojnë më shumë për ditën dhe që duhet ti sigurisht dal nga dalë shkallë ne të arrijmë që ti realizojmë këto planet tona në formën e. Nuk mund të jesh gjithmonë me ëndra, sepse sa më shumë të ndrosh, aq më shumë i shkëputesh realitetit edhe nuk je më me këmbë në tokë. Ti je dakord me mua apo jo? Jam dakord, pa diskutim, po kur themi ëndra është në një mënyrë të zbutur për të thënë planet ose ato që ne duam të zhvillojmë gjatë ditës apo duke nisur nga një ditë edhe gjatë planit më afatgjatë që ne mund të kemi. Më bën kurioze që të bëj pyetjen, e di që është një pyetje konsumuar në fakt, po pse jo ta themi përderisa jemi në të njëjtën linjë, që po të mendosh pozitivisht gjithkohës, është e vërtet që vetëm gjëra pozitive vijnë? Në fakt është vërtetuar. Ka një studim shkencor besoj për këtë. Është vërtetuar që sigurisht një sjellje, një natyrë optimiste, sigurisht që një individ i tillë që mendon në mënyrë optimiste, edhe dita ecën më pozitivisht, sepse mundohet marrë le të themi më të mirën edhe në momentin kur diçka shkon keq. Do të vim në ndihmë të gjithë atyre që sot nuk e kanë pasur shumë të bukur ditën, por shohim pikën e 4. Të shohësh dhe të shijosh bukuritë e natyrës. Ato janë pa kufi, pa kursim. Është pikërisht është Chelsea, do të thotë ne gjithkohës jemi të rrethuar nga natyra edhe është mirë që në momente të cilat ne ndjejmë veten të stresuar, është edhe një lloj terapie që mund të bëjmë me veten tonë, është thjesht të mbyllim syt edhe ndoshta edhe të imagjinojmë sikur jemi në një vend ku ka një bimësi me ngjyra, me larmishmëri ngjyrash edhe aromat sigurisht që na ofrojnë të gjitha
lulet që mund të jenë përreth, është një lloj terapie e cila ndihmon që ne të arrim të superojmë një moment që mund të jetë vërtet shumë stresant në atë moment. Lexoja një artikull mbrëm për hir të së vërtetës që thoshte cilat janë disa prej atyre gjërave që ju nuk duhet të humbisni asnjëherë dhe njëra apo le të themi ishte klasifikuar si në vend të parë për gjithë ata që ishin anketuar ishte që të mos lësh pa bërë asnjë udhëtim kur ke mundësi. Po kur nuk ke mundësi të udhëtosh, si t'ja bëjmë, si ta krijojmë afërmitetin me natyrën, përderisa sot kemi mjetet të teknologjisë fundit apo jo Dorin? Patjetër, është ajo që unë thash, më e thjeshta që mund bëjmë është thjesht le të bëjmë një udhëtim imagjinar, le të themi, pse jo, me fantazinë tonë, dikur në një me këtë shkojmë? Piknik apo jo? Ajo është çështje pastaj tekstualisht individuale, duke nisur që nga një udhëtim vetëm dhe deri tek njerëzit me cilët ne mund të ndihemi mirë, pse jo në atë moment. Kjo është ajo ndihma e parë, le të themi, që ne sugjerojmë në një moment stresues të ditës. Okej. Shkojmë tek e pesta, e cila shfaqen në këto momente në ekran. Kush na do, nuk na braktis kurrë. Sa e bukur që ka kjo? Kjo është vërtet shumë e bukur edhe sigurisht që ne nuk mund të bëjmë dot edhe pa rrethin tonë miqësor, edhe pa njerëzit të cilët na mbështesin pa kushte, ndonjëherë edhe kur kemi drejtë. E zjerove ty, se unë vetëm një çift po shoh në foto. Edhe kur nuk kemi të drejtë, sigurisht mund të jetë edhe çështje partneriteti, por unë sigurisht e zjeroj edhe më shumë sepse edhe kur je në shoqëri të mirë, le të themi të gjitha ato sfidat pakëndshme të ditës, ti mund të arrish që ti diskutosh me ta edhe kështu e heq edhe pak atë barën dhe sikletin nga vetja jote duke e shpërndarë. Po mirë, në këto ditë të vrullshme, ku të gjithë janë me angazhimet e veta, që patjetër janë individuale, me punët, me përpjekjet që bëjmë për të arritur përpara, për të krijuar progresin e tyre, edhe personat më të dashur, qoftë këtu mamaja, babaja, apo ndoshta partneri, partnerja, andjen rahat kur ne fillojmë që të ankohemi, të qahemi, e them në gjuhën popullore shqiptare. Jo se na braktisin, po ndoshta nuk është se na japin shumë rëndësi, që ndrojnë indiferent dhe lëndohemi dy fish kështu. Ke shumë të drejtë në këtë që sapo parashtrove, megjithatë le të themi, kjo është edhe e bukur që ne mbas një dite të lodhshme ne të kemi çfarë të ndajmë me njëri tjetrin. Le të themi është edhe një mënyrë komunikimi, sepse nëse ne nuk do të kishim kaluar ngjarje, ndodhi gjatë ditës tonë, ne atëherë nuk kemi për çfarë të diskutojmë kur mblidhemi në familje. Kështu që jepet prioritet, le të themi, atij që ka kaluar një ditë më stresuese se të tjerët. E kuptova, fëmijëve. Se ata qajnë më shumë, apo jo zonja? Janë ata që ankohen më shumë, po ata që ankohen më shumë. Pika e 6, shfaqet në ekran, të punosh pa bërë asnjë punë. Çfarë është kjo? Kjo në fakt është ajsa paradoksale, do të thotë që ndërkohë që ti kryesisht kjo ka të bëjë edhe me pjesën se sa ne kemi zgjedhur të bëjmë një punë që vërtet duam apo jo. Megjithatë jo gjithmonë në rastësi të bëjmë një punë që e duam. E rëndësishme është që ne t'japim maksimumin në shumicën e rasteve, kështu ndodh dhe faktikisht është keq që është kështu, por që na duhet ta bëjmë për shumë arsye, për 1 milion arsye. Megjithatë, ne duhet jemi të kënaqur nga ajo që kemi marrë përsipër të bëjmë. Madje kjo është edhe një sfidë me veten, se sa jemi ne të zotë të arrim ta bëjmë edhe një diçka në cilën nuk jemi profesionistë të fushës apo nuk arrim dot që të jemi më brenda saj. Domethënë merr edhe një sfidë individuale se sa të aftë jemi ne për ta përballuar. Edhe kënaqësia në rastin se ndodh kjo gjë është akoma dhe më e madhe. Po duhet ta injektojmë duke lexuar më tepër lidhur me këtë profesionin të cilin jemi duke realizuar dhe që nuk kemi përfunduar studimet. Të mundohemi të kryejmë detyrat në kohë, të mundohemi të realizojmë sa më shumë të jetë mundur rreth asaj që na është bërë për të bërë. Ka lidhje edhe me pasionet, jo vetëm këtu, jo vetëm për ata personat të cilët bëjnë ato punën që duan, por edhe ata personat të cilët bëjnë punë vullnetare dhe që kështu konsiderohet se bëjnë një punë shumë të madhe, janë duke punuar, po nuk është një punë e mirëfillt e cila shpërblehet financiarisht apo jo. Këtu mund të përfshihet. Mund të themi që edhe puna vullnetare në një farë mënyrë është një lloj edhe merr satisfaksion. Po, merr satisfaksion shumë të madh në fakt.
Kështu që duhet, le të themi, edhe duhet ta promovojmë dhe ta nxisim pak më shumë, sepse shikojmë që shpeshherë ka humbur si vlerë, le të themi. Sidomos për të rinjtë, ata duhet ta kenë këtë frymën e punës vullnetare, sepse kështu kanë mundësi që jo vetëm të marrin eksperiencë, por të ndjehen akoma më mirë me veten. Shohim të fundit, të shtatën, se si ta nisim ditën mbarë dhe bukur. Të ndihmosh të tjerët, okay, mbetemi sërish këtu, i bën mirëshëndetit, që nga metoda më e mirë për ta promovuar faktin që ti ndihmon të tjerët. Ne në fakt i bën dhe paraprit me pjesën e punës vullnetare, edhe pastaj kjo ka të bëjë edhe me sa se ne jemi të prirur ose me vlerat tona për të ndihmuar të tjerët që mund të jenë në vështirësi. Kjo gjë fillon edhe që në momentin e parë që ti shikon dikë edhe thjesht kur jo patjetër duhet jesh në një marrëdhënie pune me të, ose dhe të lidhi diçka shumë e fortë. Kjo pastaj ka të bëjë edhe me altruizmin që një individ ka. Ti mund të jesh duke ecur, të shikon dikë që është në vështirësi dhe sigurisht ne jemi të prirur që ta ndihmojmë këtë individ. Edhe kjo është një lloj satisfaksioni që edhe një vlerë që patjetër duhet të jetë në rritje këto kohë. Sa shpesh të duket kohët e fundit të rinë, edhe është vërtet që ata persona të cilët vetë kanë përjetuar momente të vështira, janë më në gjendje që të ndihmojnë të tjerët. Sigurisht, ka të bëjë me përvojën, edhe le të themi duke u nisur nga vetja, edhe nga ndjesitë që kanë ndjerë në një situatë X të caktuar, sigurisht që nëse do ndodheshin para një situate të tillë të ngjashme, janë më të prirur për të ndihmuar të tjerët. Është për të shtuar edhe akoma më tepër pika dashuria gjatë një dite, ajo që ti shkëmben me njerëz të dashur, sa e rëndësishme është, sepse harrojmë ndonjëherë që themi dhe ato fjalët e vockla, por që bëjnë diferencën, t'japim një pushafim të ngrohtë apo ndoshta edhe një puthje, duke pretenduar se ua na thëm koka o zot se të angazhuar jemi edhe ti je aty, po askush nuk të sheh. Në fakt, në ditët e sotme ku jeta është bërë vërtet jemi shumë në lëvizje, teknologjia ka bërë të vetën, edhe... Je në kafe, po nuk jemi askënd në kafe, secili është me celularin e vet. Edhe pse mund të jesh e rrethuar me shumë njerëz përreth teje, asnjëri nuk është duke komunikuar me njëri tjetrin, kështu verbalisht. Por sigurisht edhe kjo është shumë e rëndësishme. Do me thënë të arrish që të japësh një emocion të madh siç është dashuria, sigurisht nuk ka mënyrë më të mirë për ta nisur një ditë. Nga dashuria shkoj tek muzika, sepse di që ajo është inspiruese për shumë, terapi më vete, ilaç për shpirtin e thënë shqiptare. A duhet nisim ditën me muzikën tonë të preferuar? Ka shumë persona që për shembull alarmin, vendosin alarmin e celularit dhe vendosin me një këngë të bukur në sfond dhe ajo i bën që të flen akoma më shumë. Ajo i motivon që të zgjohen. Edhe 5 minuta sa të mbaroj kënga. Jo unë, s'po flas për veten, po. Sigurisht edhe muzika njihet edhe si terapi më vete edhe në fushën e psikologjisë, nuk ka, le të themi, terapi që arrin është e çuditshme se ka një forcë të madhe vetëm për të ndryshuar gjendjen emocionale të një individi. Sigurisht, muzika e dashur është zilja më e mirë që ne mund t'i bëjmë dhuratë vetes që të çohemi në mëngjes, që të na motivojë të zgjohemi në mëngjes. Nuk mund të qëndroj dot indiferente përballë atyre që shumë mjek, shumë dietolog, shumë specialistë të fushës thonë që ne duhet të nisim ditën jo vetëm duke ngrënë mëngjes të shëndetshëm, por gjithashtu edhe duke bërë ushtrime fizike, qoftë edhe një lëvizje të thjeshtë të kokës apo të muskujve të tjerë të trupit. Sigurisht. Edhe doja të ndalesh edhe te pjesa e parë, ne nuk mund të anashkalojmë le të themi edhe atë që është vakti më kryesor i ditës, që është mëngjesi. Sigurisht ne duhet marrim të gjitha produktet që na duhen, fuqitë që na duhen për të përballuar gjithë stresin e madh që mund na sjellë dita në vimësi. Sepse duke mos konsumuar dhe duke anashkaluar le të themi këtë vakt të rëndësishëm, do të kemi edhe problematika të tjera pastaj që do të na bëjnë pengesë le të themi në ditën pasardhëse. Për sa i përket ushtrimeve fizike, sigurisht nuk rekomandohet që të bëhen që në momentin e parë që ne hapim syt, sepse trupi ka qenë në gjendje mbasi të mbarojmë të gjitha detyrimet tona, ato të përditshmet. Sigurisht të rekomandohet që dhe të fillojmë të përgatisim le të themi më saktë trupin për ato që na pret më pas. Dhe diçka të fundit përpara se ta mbyllim sepse jemi edhe drejt fundit të bisedës, Dorina, ne duhet të flem me idenë se nesër është një ditë e bukur apo jo? Dhe si ta bëjmë këtë, sepse thuhet nga ju psikologët që duhet japim stop mendimeve, po është e pamundur, edhe pse stërvitemi çdo ditë dhe themi, ok, tani nuk duhet mendoj se do flej gjumë dhe duhet patjetër që këto orë të plotësoj për nesër, të relaksohem, mos kem stres. Ne sigurisht duhet të flëm me mendimin që nesër na pret një ditë me shumë emocion, një ditë me sfida të reja, të cilat ne duhet patjetër që në këtë moment të qetësohemi,
në mënyrë që të arrim të përballojmë të nesërmen pikërisht këto gjitha sfidat dhe gjithë bukurit që na sjell, gjitha surprizat të këndshme apo jo, qofshin ato për ditën pasardhëse. Ato orë të 24 orarshit që do t'jemi zgjuar dhe me syt hapur, pa ndërruar kot, po me këmbë në tokë. Faleminderit shumë që ishte me mua në studio, ishte kënaqësi dhe fundjavë të mbar për të vëdashur. Faleminderit. Publicitet, rikthehemi pas pak.